Keni parë zgarë buz liqenit, e kemi këtu në Presp. Dhe çfarë ka kjo zgarë? Krapin gjigant të liqenit, që kemi vënë në zgarë, nuk e ngrët dot. Kemi cironkën e famshme, që ka një shije të shkëlqyer. Kemi pasaj mishrat e zonës, se kjo është një zonë që baktia mbahet nga vetë njerëzit. Angeli ka punuar në Kret të Greqisë, në Mykono të Greqisë, dhe ka marrë një ambient me qera dhe do të bëj gjëra të veçanta për ata që vinë në Presp. Pse pikërisht në Presp? Prespa është akoma vend i pazhvilluar, ka shumë perspektive, se është një nga vendet më të bukura të Shqipërisë. Ti një djalë i ri, 28 vjeç, si është të rish në Presp? Se Prespa nuk ka asgjë, domethënë, as lokale, as disko, as... Nuk ka lidhje me ishujt e Greqisë, jeta që... Pikërisht. Po vjen një moment që lodhesh. Tani unë jam edhe familjar, kam më shumë qejf të bëj për vendin tim këtu, se vendi tonë është... E kuptoj. Ka shumë mundësi, ka shumë bukuri natyrore, është gjuna që të lejmë këtë vend për të vajtur e për të emigruar jashtë. Për të emigruar, po, për të marrë një eksperiencë, për të marrë një uri, po me patjetër mbas disa viteve duhet të kthehemi këtu edhe të investojmë për vendin tonë, se vendi tonë është parajs.